Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Prokuroria Publike në Koçan të Maqedonisë së Veriut ka propozuar që për ish-ministrin e ekonomisë Kështik Bekteshi dhe sekretarin e shtetit në ekonomi, Razmena Çekiç Durović të ndryshojë masën nga paraburgimi në arrest shtëpiak. Për këtë propozim duhet të vendosë gjykata themelore në Koçan, ndërkohë që është propozuar një zgjatje e masave të paraburgimit dhe arresti shtëpiak të përcaktuar më parë për 18 persona. Nga prokuroria thonë se ekipi që merret me zjarrin në diskotekën Puls po përfundon marrjen e pyetje të dëshmitarëve dhe njëjta procedurë po kryhet në përputhje me dinamikën e përcaktuar. Po punohet intensivisht midis raporte ekspertësh dhe po kryqëzohen të dhënat nga analizat e pajisjeve elektronike të siguruara, thuhet nga Prokuroria Publike në Koçan. Shkarkimi i kryetarit të Këshillit Gjyqësor do të bëhet në mënyrë publike dhe në asnjë rast opinioni të mos jetë i përjashtuar. Vendimi për shkarkim të miratohet me më së paku 8 vota nga 15 anëtarë, ndërsa procedurën për shkarkimin e kryetarit dhe nënkryeitarit mund ta marrin së paku 4 anëtarë. Ky është një prej ndryshimeve që parashihet në propozim ligjin e ri të Këshillit Gjyqësor, ndërsa pret mendimin e Komisionit Venecias. Kreu i Këshillit, Aleksandr Kambovski, thotë se me këto ndryshime Këshilli pajtohet pjesërisht duke mos saktësuar se për të cilat bëhet fjalë. Me 18 vota pro dhe 1 abstinim, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut nuk e pranoi propozim ligjin e LSDM-s për të ndihmuar familjet e viktimave dhe të lënduara nga tragjedia në Koçan. Nga LSDM nuk e kanë të qartë si mundet që shumica në parlament të mos pranojë të ndihmojë të dëmtuarit përtej ndihmave financiare parashihen dhe lehtësime të tjera institucionale. Për ne me të vërtetë është e çuditshme dhe e papranueshme se si VMRO DPM-ja dhe shumica qeveritare refuzoi të diskutojnë për propozim ligjin i cili është i dorëzuar nga LSDM-ja dhe koalicionit, i cili mundson çdo lloj mbështetje për familjet e dëmtuarve nga Koçani, por dhe tragjedive të tjera. Mendoj se është e papërgjegjshme dhe e pakuptueshme pse refuzohet një zgjidhje e tillë ligjore, kur ekziston mundësia dhe praktika që sjell zgjidhje të tilla ligjore, deklaroi Oliver Spasovski nga LSDM. Nga VMRO DPM propozim ligjin për të ndihmuar familjet e viktimave dhe të lënduara nga tragjedia në Koçan, e quhen jo serioz dhe tentim për marketing politik. Ky propozim ligj është pjesërisht i pazbatueshëm, pjesërisht hyn në përplasje me dispozitat e saj, ndërsa pjesërisht lidhet me të drejta ekzistuese ligjore. Kjo tregon se bëhet fjalë për një dokument i cili më tepër shërben për marketing politik sesa për mbështetje të vërtetë. Mëtej ligji favorizon të dëmtuarit nga ngjarje të caktuara, duke injoruar tragjedi të tilla të ngjashme, u shpreh përfaqësues nga VMRO DPM-ja. Propozim ligji parashitet ndihmë financiare për familjet e viktimave dhe 80.000 euro për çdo viktim, ndërsa nga 1.2 milion deri në 5 milion denar për të lënduarit varësisht shkallës së invaliditetit. Gjithashtu parashihen lehtësime për prindërit të cilët janë në marrëdhënie pune, por duhet të qëndrojnë afër fëmijëve të tyre gjatë mjekimit, qoftë brenda apo jashtë vendit. Një ditë pas largimit nga qeveria, Arben Taravari me funksionarët besnik të tij filluan fushatën në Likov për të takuar me strukturat e partisë. Ajo që mori vëmendje ishte mungesa e Arben Fetajt, një figurë e lartë partijake që vjen pikërisht nga ky rajon dhe i cili mban postin më të lartë në ekzekutivë, atë të zëvendës kryeministrit. Jo zyrtarisht mungesa është për shkak të mos pajtimeve për largimin nga qeveria dhe për bashkëpunimin e mundshëm me BDI-n. Megjithatë mungesën e Fetajt duke se është mundur ta mbulojë deputeti i zonës Riyad Shaqiri. Rajoni. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaron se masat e Bashkimit Evropian dhe Kosovës janë të lidhura me nevojën për deskalimin e rajonit dhe veriut të vendit. As you know, these measures are linked to the necessity to de-escalate the tensions in the region and in the north of the country. Unë dëshiroj që të arrim deskalimin sa më shpejt të ecim përpara dhe të heqim masat, deklaroi Costa nga Prishtina. Shpresoj që ngjarjet e fundit të mos përfaqësojnë një prirje të re, por të jenë përjashtim që konfirmon rregullin se ju jeni të angazhuar plotësisht në këtë rrugë europiane për të shtensionuar situatën dhe siç tha Osmani për t'u angazhuar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, tha Costa. Këtë deklarat Costa e bëri pas takimit me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani në një konferencë të përbashkët për mediat. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani kërkoi nga Bashkimi Evropian të hiqen masat ndaj Kosovës, të cilat siç tha po dëmtojnë interesat e qytetarëve dhe projektet kyçe. Ajo gjithashtu kërkoi që aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian të trajtohet me prioritet. Këto komente presidenti Osmani bëri në konferencën e përbashkët me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa pas takimit të tyre. Shpresojmë që shtetet anëtare më në fund të pajtohen që të hiqen masat e padrejta ndaj Kosovës, të cilat po dëmtojnë qytetarët tanë, po dëmtojnë interesat e qytetarëve tanë dhe projektet kyçe që lidhen me vetë integrimin evropian.
Ndër të tjera, presidenti Osmani kërkoi një frymë të re në dialogun Kosovë-Serbi. Tani me emrimin e emisarit të ri për dialog, shpresojnë që do të sjellë një frymë të re, në një qasje të balancuar dhe trajtim të barabartë të dyja palëve në këtë proces, nëpërmjet qasjes së re të leadershipit të ri të Bashkimit Evropian. Në Kosovë jemi të bindur se fokusi kryesor i këtij procesi duhet të jetë njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse përndryshe nuk do të kontribuante në paqe, stabilitet afatgjatë e as në integrimin evropian të rajonit tonë. Presidenti e Kosovës tha se kjo vizitë e presidentit të Këshillit Evropian është një dëshmi konkrete angazhimit të Bashkimit Evropian për Kosovën dhe për të ardhmen e rajonit tonë. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka dhënë detaje nga takimi që u zhvillua mes presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministrit detyrë Albin Kurti. Një postim në rrjetet sociale, kjo zyrë thotë se presidenti Costa i ka kërkuar Albin Kurtit angazhim në normalizimin përmes një dialogu konstruktiv në raport të bisedimeve Kosovë-Serbi. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa u takua me kryeministrin largim Albin Kurti dhe theksoi rëndësinë që Kosova të angazhohet në normalizimin e marrëdhënieve përmes një dialogu konstruktiv për të ecur përpara në rrugën evropiane. Presidenti Vjosa Osmani the se takimi konsultativ me partitë politike i thirrur synon të gjejë zgjidhje për ngërçin politik dhe të shmang pasojat e mos konstituimit të kuvendit. Presidenti Osmani tha se ky është vetëm fillimi i një serie takimesh që mund të zhvillohen dhe në formate të tjera. Sipas saj, mos funksionimi i kuvendit rrezikon institucionet dhe dëmton projekte të rëndësishme për vendin përfshirë ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, e ka uruar Edi Ramën për fitoren në zgjedhjet e 11 majit. Për urimin Çitaku zgjodhi një foto që ishte shkrepur nga dora e ish-presidentit Hashim Thaçi. Urime fitoria Edi, fotoja ime e preferuar me ty se fotografin e kemi pas special, krahas fotografisë së publikuar ku në dritën e diellit shihet fiziku i ish-presidentit Thaçi teksa ka shkrepur fotografin, deklaroi Vlora Çitaku. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama falenderoi qytetarët që i besuan një mandat të katërt të Partisë Socialiste dhe premtoi se ky do të jetë mandati i integrimit. Që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht, duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes europiane në vitin 2030. Nga sheshi Skënderbej, Rama përgëzoi partitë e vogla opozitare dhe u bëri thirrje që të mos ecin në gjurmët e opozitës së vjetër. Uroj që të mos ecin mëtej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyra dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Në zgjedhjet e 11 majit, Rama garantoi 83 mandate deputetësh nga 140 vende në parlament. Sali Berisha mlodhi për herë të parë drejtuesit politik të qarqeve pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Mësohet se Berisha u ka lënë porosi drejtuesve që të mbledhin sa më shumë persona në protestën e 16 majit dhe të faktojnë dhe dokumentojnë, siç e quan ai, farsën elektorale të 11 majit. Ai garantoi se ndërkombëtarët do të binden dhe nuk do të njohin zgjedhjet e 11 majit. Ishin kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spau të riqit nga politika. Jam i shokuar me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Këto zgjedhje ishin të fundit të karrierës sime aktive në parlament, deklaroi Spau. Ai pranon dhe gjendjen e Partisë Demokratike dhe ka një mesazh për leadershipin. I uroj Partisë Demokratike të gjejë forcën për të kaluar gjendjen e rëndë ku ndodhet dhe të arritë të rikthehet në shpresë për Shqipërinë, deklaron Edmond Spau. Pranë Parkut Olimpik vijon numërimi i zarfeve të ardhur nga diaspora, ndërkohë rezultati paraprak nxjerr fituese me 83 mandate Partisë Socialiste. Komisioni vendosi që çdo votë e ardhur nga emigrantët në shtetin grek do të numërohej. Pak ditë më parë, kreu i KQZ-s Iliran Cilibashi vendosi mos numërimin e votave të Greqisë dhe vijimin e numërimit të zarfeve të tjera të ardhura nga migrantët nga mbi 80 shtete. Partia Demokratike përmes një deklarate ka apeluar pranë kolegjit zgjedhor vendimin e komisionit tankimimit sa i takon votave të Greqisë. Përmes kësaj shkresë, demokratët kërkojnë lënien e fuqisë të vendimit të Cilibashit dhe shfuqizimin e vendimit të komisionit tankimimit sanksioneve. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.